Më shumë se 2 vite pas sulmit terrorist në Banjë, hetimet vazhdojnë të zbulojnë detaje të reja mbi organizimin dhe personat e përfshirë në këtë rast. Së fundmi, në pranga ka përfunduar Stefan Radulović, i dyshuar për rol aktiv në këtë sulme që tronditi sigurinë në Kosovë. Arrestimi i tij u bë me urdhër të prokurorisë speciale, ndërsa gjykata e Prishtinës i ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Sipas dosjes të cilën e ka siguruar Kallzo.com, Radulović nuk dyshohet si pjesëmarrës i thjeshtë. Ai përshkruhet si pjesë e strukturës organizative dhe udhëheqëse të grupit të armatosur, madje pjesëtari njërit prej grupeve të para operative që vepronin në terren. Hetimet zbulojnë se lëvizjet e tij janë zhurmuar në zonat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, duke ngritur dyshime për koordinim ndërkufitar. Mirëpo, provat kyçe lidhen me komunikimet e zbardhura nga njëri prej telefonëve që është gjetur në terren pas ekzaminimit të vendit të ngjarjes, asaj çka ndodhi në Banjë të Zveçanit. Në këto komunikime, flitet për përgatitje konkrete, sigurim granatash, pajisje logjistike, çanta transporti dhe organizim të detajuar të operacionit. Për më tepër, në bisedat e gjetura në pajisjet e sekuestruara pas sulmit përmenden përgatitje për automjete, jelek antiplom dhe koordinim në zona specifike, përfshirë Kopaonikun. Sipas prokurorisë speciale, këto elemente dëshmojnë një planifikim të mirëfillt dhe një strukturë të organizuar. Pas arrestimit, Radulović dyshohet se ka tentuar të krijojë një alibi për kohën kritike mes 23 dhe 24 shtatorit të vitit 2023. Por gjatë intervistimit para hetuesisë, përballë provave të mbledhura nga hetuesit, ai kishte zgjedhur të mos deklarohet, duke u mbrojtur në heshtje. Prokuroria speciale ka insistuar në paraburgim duke theksuar rrezikun e arratisjes së Radulovićit. Sipas tyre, Stefan Radulović posedon vetëm dokumente të Serbisë dhe mund të largohet lehtësisht nga territori i Kosovës. Po ashtu, është ngritur shqetësimi për ndikim në rrjetin e bashkëpunëtorëve dhe për mundësinë e përsëritjes së veprës penale, asaj çka ndodhi në Banjë. Por në anën tjetër, mbrojtja gjatë seancës së procedurës paraprake, aty ku kërkua edhe paraburgimi i Radulovićit, ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë speciale duke deklaruar se nuk ka prova të mjaftueshme dhe se i dyshuari nuk ka lidhje me grupin që kreu sulmin. Edhe vetë Radulović ka mohuar çdo përfshirje dhe ka deklaruar se nuk i njeh personat e përfshirë dhe se nuk ka qenë pjesë e grupeve të caktuara kriminale. Por çfarë ndodhi me 24 shtator 2023 në Banjë? Në orët e hershme të mëngjesit, një grup i armatosur rënd bllokoi rrugën me kamion dhe vendosi mjete shpërthyese. Në këtë sulm, mbeti i vrarë rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, ndërsa një zyrtar tjetër u plagos. Sulmi vazhdoi edhe pas shpërthimit fillestar, duke shënjestruar njësitë policore që kishin shkuar në vendin e ngjarjes. Autoritetet vlerësuan se bëi fjalë për një operacion të mirë organizuar dhe të armatosur deri në detaje. Pas ndërhyrjes së policisë së Kosovës, 3 nga sulmuesit u vranë dhe 3 të tjerë u arrestuan. Megjithatë, një pjesë e madhe e grupit arriti të largohej drejt Serbisë përmes zonave malore. Hetimet të cilat u zhvilluan më vonë, në lidhje me rastin Banjska, zbuluan depo armësh, pajisje ushtarake dhe logjistike të fshehura në lokacione të ndryshme. Ndërkohë, personat që dyshohen se udhëheqën operacionin vazhdojnë të jenë në arrati. Ai që i kpriu grupit i cili u sulmoi në Banjska është ish-kryetari i listës serbe Milan Radojičić. Ai vazhdon të mbetet në arrati, ndërsa nga autoritetet e Kosovës ai kërkohet me flet arrest. Rasti Banjska mbetet një nga sulmet më serioze të rendit kushtetues dhe të sigurisë në Kosovë në vitet e fundit. Përndryshe, 3 të akuzuarit në rastin Banjska, Blagoje Spasojević, Dušan Maksimović dhe Vladimir Tolić, janë sjellë edhe sot me 20 prill 2026 në gjykatë për t'i dhënë fjalët përfundimtare në gjykimin ndaj tyre.